Pasi është një temë për të cilën disa njerëz kur përmendet, ato frigohen dhe nuk duhet të diskutojnë, ndërsa ne jemi besimtar, jemi musliman dhe besojmë se pasi kemi lind një ditë edhe do të vdesim. Prandaj fillimisht, a mund na thuani pse njerëzit i frigohen vdekjes, apo cilat janë shkaqet që njerëzit frigën nga vdekja? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ju falenderoj, salavat me pejgamberin alayhis salam dërgoj. Elos të madhin Allah dhul xhelal që gjithë neve që jemi gjallë, momentin kur ndrojmë prej kësaj dunjaje me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Të gjithë ata të cilët kanë shku para nesh, ti mëshiron Zoti, mi mëshirën e vet. Interesant shumë që njerëzit në këtë kohë po sprovohen me gjana të ndryshme. Po sprovohen me smundje vdekjepruse. Me smundje të cilat nuk i nxen java, muji, viti dhe po ndahen prej neve, prej familjarëve, të afërmit, gruas, fëmijëve, babës, nanës, shoqënisë, punës, ato rrethit ku jeton. Dhe ka vdekje të ndryshme. Sa prej atyne prej smundje, sa prej atyne prej ngjarje me kerrë, ndeshje, sa prej atyne që e furin edhe vetë vrasje po bojnë veten. Dhe është një farë frikë te njerëzit prej vdekjes. Dhe vdekjes të gjithë njerëzit, qofshin musliman, jo musliman, i mençur, jo i mençur, i dishëm, jo i dishëm, të gjithë kanë me u përmbajt dhe kanë me shku rreth vdekjes. Njerëzit ndahen në dy lloje. I pari grup është musliman, besimtar. Dhe i dyti është labil ose munafik ose jo musliman. Dhe ai friket për vdekjes. Dhe ka një frikë të madhe, jo vetëm frikë, por ka një frikë të jashtëzakonisht të madhe. Dhe ulemaja kanë nda në 3 pjesë ata njerëz të cilët friken nga vdekja. Dhe ndash frigo, ndash mos u frigo, ndash mos ik vdekja të nxen. Kudo që të jetë ne, i madh i Zot dhul xhelal dhe të qenë me laçën e vdekjes që t'ja merr shpirtin. Pika e parë e cila njerëzit friken për vdekjes është hubbu dunya. E dojnë dunjan. Dunjaja është fut në zemrat e tyre. Dhe nuk shohin tjetër sen jashtë dunjas. Krejt çka kanë vetëm dunja. Punë, pasuri, shtëpi, gru, fëmijë dhe vetëm të bë madh dhe kur gjë tjetër nuk ka. Dhe kjo e bën njeriu që mo hamend dhe mo frikë për vdekjes dhe mos me dasht vdekjen. Dhe ka shumë prej njerëzve të cilët i nxenë edhe gafil. Dhe vdekja është ajo që është e papritne. Nuk e din kërkush se kur i vjen vdekja, përpas e pejgambert. Kanë pas prej anës të Allahit dhul xhelal, pejgamberi jon, ka thonë me laçja e vdekjes, a don këtë dunja ahiretin? Ka thonë berrafiqul a'la. E du me dalë te i madhi Allah xhelle xhelaluhu dhe xhelle shanuhu. Ka qenë në Arabi, në njeri beduin, katonar, fshatar, i cili s'din të shkrim as lexim. Kur ka ranë në të nëshirë, në krevatin e vdekjes, po i thoi njerëzit, a pe din se ku po shkon? Thot ku? Thot jetë u shku të Zoti, pëndron dunjan. Thot mirë dhe gut në ma shpejt qëmni. Unë du me shku atje ku nuk më pa shërë kur, vetëm hajrë për të madhë dhe Zotë Gjeleshanu. Atë shpejtëmni që të më qeni atje. Unë nuk du me ndalë të. E dim që vdekja mundet me nxanë edhe gafil. Pa pregadit dhe ka nxanë Musën a.s. Kur ka arë me laçja e vdekjes, Musës a.s. ja marrë shpirtin, Musa e ka godit dhe e ka një sytë me laçja që e ka dëmtu. Dhe me laçja është ngritë të Zotë Gjelle Gjelalu. Ka thënë ja Rabbi, ti murdhnove me ja marrë shpirtin robit tënë, Musait a.s. Pa i nuk dënë. I thëtë Allah ishka bëni selam Musës a.s. dhe thuj, vendose dorën me një shtaz dhe sa kime të nxenë dora jote për funi, aq vite do të rrnësh. Pa vjen me laçja prapë i thotë Musë, selam aleikum, kësi jo po rri ma larë, nuk po du ma afru. Dhe selamën e ki prej të madhit Zot Gjelleshanu. Selam të ka ba Allahu Gjelle fi'ula. Vendose dorën me një shtaz, sa vjet, sa qime i nxenë ajo dorë, aq vjet do të rrnësh. Thot prapë këmë e vdik, thot prapë, thot sot. Dhe jo ma gjatë, sot këmë e vdik.
Po e kanë zani gafel, do ta marrë shpirtin, mandej është këshirë. E para është që njerëzit e dojnë dunjan dhe priton me u largu prej dunjas. Priton se don. E dyta është pika e dytë e cila njerëzit e urrejnë vdekjen dhe nuk dojnë me fol për vdekje tutet, trishtohet, dhe astaghfirullah. Ama ata e kin trup, a jetë për cilët ka të shkojsh. E dyta është e dhunub, gjunahet. Njeriu kur smuhet, i kujton të gjitha gjunahet e veta. Kujton që s'ka fal namaz, kujton që s'ka respektu prind, kujton që jetimin e ka hangër pasurinë e jetimit, e kujton që ka bë prostitucion, ka vjedh, ka rajt, ka qif, ka etiketu, fjalë të ndryshme, dhe gjitha këtu i përgatiten kokën e vet dhe priton me vdek. Nuk e don vdekjen, s'ka marak me vdek, ruhet prej vdekjes. Dhe ka thënë Allahu dhul Xhelal, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah i don ata që pendohen dhe i don ata të cilët janë të pastërt. Ç'është pastërt? Pastrohen prej gjunahe, pastrohen prej tmetave që i kanë. Dhe pejgamberi sa, që është hadithit e Riyadus Salihin, dy hadithe janë pejgamberit sa që thot pejgamberi sallallahu rabbi wa salamu alaihi, unë pendohen atë Zoti për mbi 70 herë. Dhe rivajeti tjetër, unë pendohen atë Zoti për mbi 100 herë. Dhe pendimi është i kërkuar prej anës të Allahut xhaleshanu. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah po don ty. Kan ti që po thua astaghfirullah, ya rabbi kum këtë. Kërkoj falje. Ty bëj istighfar. I bi peshman, nuk kthej na më kur në atë gjuna. Dhe për me ditë se a është pranu të ubja jote, do të mi pas të pika, të sebepe, të sharte. E para është që njeriu më pendu. E dyta, që njeriu më zhvesh prej ati gjunahet. Më zhvesh. E treta, mos me dash me u kthy në gjuna, sikur se nëse e dën veten me gjujt në zjarr. Rase do mi pas të tobe. Në tobe të sinqert, pendim, një pishmallak i cili ta ngrit pozitën tonë në xhenet. Ta frën mes Allahut dhul Xhelal dhe mes teje. Me rahmetin e tij futesh në xhenet. Kjo është e dyta. Pika e tretë, e gjehel, ignoranca, i paditur, nuk din se çfarë është xheneti, nuk din se kush është Zoti, kush është xheneti, çfarë është xhenemi, ura e siratit, nata e vorrit, dalja e shpirtit nga trupi, mizani, libra që të vjen në anën e djathtë apo të majt, edhe hyrja në xhenet. Dhe nuk i din këtu. Imam Shafiu radhiyallahu anhu thot: po ju thot njerëzve kur ka ra me vdek në firashin e tij, unë të nëshir, thot që po kani? Pse po qani? Unë thot kur kom lind, keni rreshu plak, keni ba zef, jeni gëzu, në ka lind një mashkëll, në ka lind një djal, e unë e kom qajtët. Unë e qajsha, e ju qeshi, edhe lujshi. Ta shdi unë e po qeshi që po des, po shoj të Zoti jam, dhe ju po qani, kjo është marre, mos qani. E ignoranca i bën që njerëzit me u frikë për vdekjes. Njeriu, muslimani, nuk duhet me u frikë për vdekjes. Muslimani duhet me u frikë se si do të vdes. Si do të vdes. Ka thënë Zoti dhul Xhelal, thunë ju njerëz, Rabbi la tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun. Malun wala banun, illa man ata Allah bi qalbin salim. O të njeri, thuaj o Zot, ja Rabbi o Allah, mos ma merr fytyrën kur dal para teje. Kur e Zot, në atë ditë kur s'bën punë kërkosh. As malli, as evladi, as pozita, as partia, as përkë. Vetëm zemra jote dhe punët e tua që i ke bërë gjatë jetës tane. Dhe kjo është kulmore, po e din ti që i ke me dalë të Zoti, nuk po të jetë për ignorancë, për gjahiljet, po pe din. Dhe kur njeriu nuk e din, friket. Ti nuk e njeh në gjanë, këtë dunja në krijes, dhe frikesh për ti. Momentin që e njeh dhe mësohesh me ta, nuk frikesh. Dhe me vdekjen, në njerëzit, me vdekjen duhet më mëso. Duhet me ditë që i kem me vdek. Dhe trupi jam, që unë e eci për mbi tokë, e ban për mbi vete vdekjen. Ajo kur nxen i madhi Zot e din dhul Xhelal. Dhe këtu janë tri pikat e cilat njerëzit i bajnë që me u frikë prej vdekjes. Dhe muslimani duhet që 3 javë më mshu X. Se du dunjan,
pendohna, nuk rrime gjunahe, të në kem gjunahe. Dhe nuk kem gjahel, nuk kemi njërant të shemsova për kësaj ligjerate dhe ligjeratave të tjera që njeriu po dof ka me ditë që ka xhenet, ka zot, ka rahmet, ka mëshirë, ka punë të tuaja, ka me të shtin xhenet. Ramazani, vjen Ramazani dhe Kurani ka thënë pejgamberi ka me të ka përdore me të fund xhenet. Ka thënë Kurani ya Rabbi, ky ka lexu. Kuma Ramazani ka thënë ya Rabbi, o Allah, që ky njeri ka agjeru, ka duru, eti dhe urije dhe nuk ka hangër s'kapi për hatër tënë. Atëherë unë për marë tonë gjenet, ja Rabbi. E marë për dore. Edhe Kurani ashtu. Inshallah Zotin e mëson që neve më na kap Kurani dhe agjerimi për dore me na fund gjenet. Inshallah Allahu Gjeleshanu na mundson nëpërmjet Kuranit, agjerimi dhe veprave tjera të mira që i bëjmë gjatë këtij muaji të bekuar, inshallah ato të jenë ndërmjetësuesi dhe ndihmuesi ta në varr, dhe të na ndriçojnë varrin tanë.